Rrugët e Prishtinës janë të mbushura plot me bërllok e papastërti, por nga tash ndotë e ambientit nuk do ta kenë aq të lehtë të kalojnë pa u vënë re. Mbi 100 gardian, mes tyre 40 fëmijë, janë angazhuar në kuadër të Gardës për mbrojtjen e natyrës, një mekanizëm i ri i krijuar më 22 prill nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Të pajisur me autorizime dhe kartela identifikuese, këta vullnetar me qëllim mbrojtjen e natyrës do të funksionojnë në gjithë territorin e Kosovës pa pagesë. Ndotësit ta dinë që nëse deri dje ke hedhë mbeturina dhe askush nuk të ka vrejt ose nuk të ka fotografu, tash gardianët do t'jenë gjatë gjithë kohës në teren, janë qytetarë sikurse të gjithë ne dhe munden me të fotografu, e thrasin policinë direkt, kanë autorizim sepse secili prej tyre është pajisur me kartel identifikuese prej Ministrisë së Mjedisit. Sipas Ministrës së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Fitore Pacolli, gardianët do të kenë komunikim të drejtë për drejtë me autoritetet, duke mundësuar reagim të drejtë për drejtë. Ka vepër që shkon 20-30 euro, po ka vepër që paguhet edhe me burg, po edhe me një vlerë tepër të madhe. Pra, varet prej dëmit që shkakton dhe nuk mund të jap një shumë sepse mund të përqej një mesazh jo korrekt, sepse varet prej veprës cilën e kryen një qytetar. Ambientalistët më urgjente e shohin nevojën për shtim të inspektorëve në terren dhe rritjen e buxhetit për mjedis. Ishte shumë e mirë se ardhur nëse do të rritej numri i inspektorëve, pra potencialisht të ishin edhe 100 inspektorë të rinj, të cilët do të angazhoheshin qoftë në nivelin lokal, qoftë në atë qendror, në mënyrë që të bëhej mundur zbatimi i legjislacionit në fuqi. Mekanizmi i Gardës për mbrojtjen e natyrës sipas Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor do të rrisë kapacitetin institucional për reagim ndaj shkeljeve mjedisore.